së Bashkuar dhe jam vënë në shënjesër të disa portaleve të majta të Merobazës në kuadër të devijimit votës ose presionit votës, blerjes, përderi dhe në korruptimin e Ja akuzojnë juve se po bleni vota? Personalisht mua si ndikues madje duke dezinformuar qoftë për aktivitetet e mia, qoftë për lidhjet e mia të pavërteta në raport me krimin zgjedhor. Ndërkohë që në fakt më rezulton të jem ndër pak denoncuesit e paheshtur të le të themi manipulimi që po bën administrata qeveritare tek diaspora përmes njerëzve të cilët kanë në administrat këtu imponojnë që të imponojnë atje të afërmit familjar që për hatër të majtjes punës të votojnë me vot hapur, siç ndodhi dhe me deklaratën e votës bërë nga ministri Blendi Klosi në Dibër. Vot hapur në shkurtim që të filmojnë votën, Kemi rastin e deklarimit të votës që bëri Blendi Klosi në Dibër. Po në Dibër ku tha që vota par patronazhisti na ka thënë që vota par është për Partinë Socialiste. Është për Partinë Socialiste. Në fakt ka një metodë tjetër. Çdo njeri në diasporë ka dikë këtu në Shqipëri që është në administratë shtetit. Dhe në këmbim të një presioni psikologjik që mos mbitet vendi punës, i kërkohet përmes familjarëve të këtueshëm, familjarëve të atjeshëm të deklarojnë votën, e cila në fakt ata kanë mundësi të ta ruajnë sepse në një farë mënyrë ngelet brenda rezervave të sekretit tyre. Por